Me zjarrit, hekurit dhe tingullit të çekanit, në Këlcyr vazhdon të jetoj një zanat i lashtë, një zanat që për gëzim qafën nuk është thjesht profesion, por trashëgimi familjare. Ai tregon se në moshë shumë të vogël putej fshehura në punishte, vetëm për të mësuar më shumë rreth zanatit dhe për të qenë pranë babait. Zanati im ka filluar që në moshën 14 vjeç. E kam trashëguar nga babai, doja të ikja në gjurmën e babait. Se babai ka qenë shumë kovaç i mirë. E kur punus, edhe e kërkonin që të gjithë. Po se edhe në qikë në dyqan këtu t'i bje që kanit, nuk e kam të vështirë që ta shpej. E ka dhe pak ekonomi, më shumë e kam vjedhur të zanat, pavarësisht edhe në ndihma e babait. Sot nuk ka interes nga të rinjt dhe kjo është një nga pengjet më të mëdha, pasi ky është ndër profesionet më të vjetra. Po të rinjt janë kapur më shumë pas telefonit, që të marrin një zanat që ta kenë, ndaç edhe për ndërtime, ndaç edhe për marangozi, ndaç që të themu për zanatet e vjetra që janë në zhdukje sot, nuk e kanë atë dhunti që ta marrin. Në punishten e Gëzim Qafës, asnjë ditë nuk mungon tingulli i çekanit dhe veglave të punës, një ritëm i pandërprer që shoqëron dashurinë për zanatin, të rritur e të forcuar me kalimin e viteve.